Përshëndes, nderuar teleshikues, do të qëndrojmë në këto momente me informacionet kryesore në News 24. Revolta masive kundër qeverisë që mbledh mira qytetarë në shesh shënoi ditën e 41. Me thirrjet Rama jep dorëheqjen, qytetarët akuzuan kryeministrin për abuzime, ndërsa kritikuan vendimin për alokimin e 4.2 milion eurove nga fondi emergjencave për koncertin e Kanye West. Qytetarët paralajmëruan zhvillimin e një proteste mbarkombëtare ditën e shtunë, ditën e sotme që përkon me koncertin e reperit Kanye West dhe ditën e 42 të rezistencës së tyre. Ambasadori i prezencës së OSB-s në Shqipëri, Michel Taran, ka vlerësuar zhvillimin e protestave paqësore në vend, duke i cilësuar ato si një element normal i një shoqërie demokratike. Ambasadori Taran theksoi se dialogu mbetet sfida kryesore e politikës shqiptare. Mediat ndërkombëtare vazhdojnë t'i kushtojnë vëmendje zhvillimeve në Shqipëri lidhur me protestat masive që vijojnë prej 41 ditësh apo edhe debatit të fundit për financimin nga ana e qeverisë me 4.2 milion euro të një koncerti privat që do të mbahet këtë shtunë nga reperi amerikan Kanye West. Për javësh mira, qytetarë protestojnë përpara kryeministrisë duke kërkuar largimin e qeverisë, por në vend që t'u përgjigjet kërkesave të tyre, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur t'i denigrojë duke i etiketuar si njerëz që besojnë te fallxhorët dhe zgjedhjet magjike. Kjo retorik delegitimon protestën dhe shmang debatin mbi arsyet që kanë nxjerrë qytetarët në shesh prej ditësh tashmë. Kreu i Partisë Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapa, i ka çuar në gjykatën kushtetuese aktin normativ të qeverisë për shpërndarjen e 4 milion eurove për koncertin e Kanye West. Lapa i kërkon nga kushtetuesja të pezullojë zbatimin e vendimit. Këshilli i Lartë Gjyqësor ka rrëzuar kërkesën për emërimin si gjyqtare të Pamela Qirko, si ish drejtuese e Komisionit Pavarur të Kualifikimit dhe motra ish zëvendës kryeministres Belinda Balloku. Rasti rikthen në vëmendje debatet mbi kalimin e ish anëtarëve të institucioneve të vettingut në radhët e gjyqësorit. Për 5 të pandehur të dosjes revanshi, gjykata e posaçme shpalli vendimin duke i dënuar ata me dënime të ndryshme për akuza që lidhen me vrasje si pjesë të një grupi kriminal, tregti armësh dhe trafik droge. Gjatë hetimit për dosjen revanshi u goditën disa grupe kriminale dhe u zbuluan ngjarje të rënda kriminale, ku të pandehur u morën eksponent të njohur të botës së krimit, përfshirë edhe ish deputetin socialist Arben Ndoka. Akuzat ndaj tyre u ngritën pas bardhjes së bisedave në Sky ECC. Banorët e fshatit Gjegjan në Kukës protestuan për dëmtimin e rrugës Gjegjan për Breg nga kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd të kompanisë Trade Mineral AL që merret me nxjerrjen e bakrit. Sipas banorëve, kompania ka detyrim të mirëmbajë rrugën, ndaj i bën thirrje autoriteteve të marrë masa ndaj saj. Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti u takua me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Bedriam Zani, takim që nuk prodhoi një rezultat konkret për formimin e institucioneve të reja. Hamza tha se PDK do të vazhdojë të qëndrojë në opozit, ndërsa Kurti deklaroi se i ka numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë së re. Gjithashtu Kurti zhvilloi një takim edhe me kreun e LDK Lumir Abdixhiku dhe Vjosa Osmanin. I pyetur nëse kishin rënë dakord për Osmanin si presidente, Kurti tha se kishin diskutuar në parim dhe se duhet një figurë konsensuale. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime ju ftoj të klikoni në balkanweb.com për informacione në kohë reale. Bashkë, miru takofshim.